Në Kryqëzir është duke u punuar pothuajse në të gjithë qendrën. Si jeni ju? Cili është mendimi juaj për këto punime që janë duke kryer? Jo, mendimi tonë është bravo i qoftë Edi Ramës që po jep këto fonde për bashkit, po na rregullon qendrën e qytetit, Kryqëzir, po duam të na bëj akoma më shumë punë. Ky është mendimi tonë. Për shembull, çfarë të bëjmë më tepër? Çfarë të bëj tjetër ai, po tjetër për shembull në këto zonat rurale. Për xhade, ujë të pishëm. Këto duam neve. Se unë nuk banoj këtu në Kryqëzir, banoj në fshat. Në cilin fshat? Në fshatin Katundisht. Edhe fshati tonë është 150 familje. Sot, se ka qenë 300. Tani njerëzit janë larguar dhe kaq kanë mbetur, po e mira është që të na shikoj këto rrugë rurale dhe ujë të pishëm duam neve. Nuk keni as ujë të pishëm? S'kemi ujë të pishëm. Sa minuta është fshati juaj lart Kryqëzirit? Fshati ynë është 7 deri 10 minuta me makinë, pa me kem do një orë e ca. Gjysmë rrugës është berë, ndërsa pjesa tjetër jo. Për të ngjyrën e fasadave, çfarë mendimi keni? Për ngjyrën e fasadave mirë na duket. Kam idenë që këto në fund kanë qenë të verdha, tani mirë na duket. Ati që bën dhe punon. Edhe dua të falenderoj shumë atë Erion Veliaj. S'kam patur rast, po e falenderoj shumë, bravo i qoftë, punëtori më i mirë dhe më i respektuar nga neve. Çfarë ka bërë Erion Veliaj për Kryqëzirin? Për Kryqëzirin s'ka bërë gjë, po e shikoj për Tiranën që po punon. Bravo i qoftë. Më pëlqen shumë. Ju jeni banor i fshatit Katundisht dhe falenderoni Erion Veliaj. Falenderoj shumë të jenë të tërë punëtorët si ai. Duam një porosit veçantë. Atia Edi Ramës, mos ja lidhi do të atë karriken, kështu, në fiks, edhe në thirrje ta shikoj popull. Se bollë i ati. Dolli Beari. Kush? Kush? Basha. Basha. Basha thash. Apo jo? Basha apo Rama? Basha. Me Ramës kam punë. Ramën e kam patur kolegë që ku linda. Jam 78 vjeç. Erdjali mirë. Kam parë dhe të gjitha rregullat ose ato që thonë asaj të Enver Hoxhës, që thonë këtyre para filmit. Reklam. Jo, kishte ato. E pash mbrëm, u kënaqa. Duhet punoj njëri për këtë popull, për këtë vend. Në qoftë se ka gabim, ka vende për ta kontrolluar ato. Tëra punët nuk bëhen. Në shtëpi jemi edhe si mbarojmë dot punët. Shteti ka shumë punë. Po, si që ka filluar, na duket se ku bën. Jemi dakord me të gjitha, do me thënë ato që po bën. Atë keqen mordial. Edhe me ato reformat. Reformat bëj akoma. Kë reformë? Të tëra reformat që janë për të bërë. Sidomos e reforma në shëndetësi, në drejtësi. Duhet bërë. Çfarë nënkuptoni ju me reformën në drejtësi? Me reformën në drejtësi kuptoj këtë gjë. Reforma në drejtësi është gjëja më kryesore. Pse? Sepse nuk jepet drejtësi deri tani. E dyta, nuk vinë investitorë të huaj në Shqipëri, sepse s'kan garanci. Tani themi, po bë reforma, themi se të na vinë investime, të vinë të huaj, janë të garantuar, ja për këte. Ka shumë për të bërë, po ne po e shikojmë. Unë po bëhet. Lere se qëtonë e se që bënë. Jo bëm aq, e bëm kaq, jo janë ngritur në për çadra, janë ngritur ashtu, populli shikon të gjitha veprimet. Faleminderit juve që na mbajtët pak.